Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Partia Demokratike po kalon me të vërtet një situatë shpak të themi në udhëkyq. Përpara ne kemi zgjedhjet e strukturave brenda kësaj partie, por jashtë saj pritet një betejë e madhe politike, ajo e zgjedhjeve lokale të vitit 2027. Por çfarë po sill kjo që po quhet një garë brenda strukturave të Partisë Demokratike? Deri tani për hir të vërtetës nuk ka sjell asgjë dhe pritet të kulmojë me zgjedhjet për kryetarin e ri. Dhe ajo që vlen për të theksuar më shumë është që ende Partia Demokratike nuk ka krijuar atë frymën e madhe si lokomotive e opozitës për të patur një mbështetje masive popullore. Por çfarë ndodh brenda kësaj force politike? Pse ende nuk është krijuar kjo frymë? Kemi disa zëra kundër dhe kundër në aspektin pozitiv do ta thosha këtë. Një prej tyre që unë e lexoj çdo status, çdo deklaratë, çdo prononcim që ai bën është profesor Edmond Spaus, një nga senatorët, po themi politikan që ka Shqipëria në këto 36 vjet, deputet i Partisë Demokratike në shumë legjislatura, në kryetari i kësaj partie dhe me detyra të tjera politike në këtë parti. Aktualisht ai ka është i vetmi që ka dhënë dorëheqjen mbas humbjes së zgjedhjeve të 11 maj të vitit kaluar dhe aktualisht nuk është në strukturat e Partisë Demokratike, por ai është shumë aktiv duke gjetur defektet dhe duke vënë gishtin në plag. Unë sot kam kënaqësinë ta kem zotin Spau në emisionin tim Dekalog. Zoti Spau, të falenderoj për pranimin e ftesës. Faleminderit për ftesën. Si ka qenë kjo pjesë, do të thoja njëri, që nga ajo politika shumë aktive, dhe ju ishit me të vërtet prezent, jo thjesht në parlament, po në çdo mënyrë, në media, në rrjetet sociale, dhe nga ajo politika aktive që ishit nga brenda, tani e shikoni nga jashtë Partinë Demokratike. Si ka qenë kjo periudhë? Kjo është në dy plane. Që të jemi sinqert, më mungon politika aktive, sepse 35 vite që kur ndryshoi regjimi, kam qenë një angazhuar në politika aktive. Por përpiqem që këtë ta kompensoj me faqet time në rrjetet sociale, në Facebook kryesisht, ta kompensoj me dalje në televizion, në fakt edhe në këtë kuptim tani vonë kam filluar të prononcohem pasi mendonja që ishte udhës, kisha i periudhë qetësie dhe reflektimi. Nga ana tjetër, sot jam më i lirë që të flas ashtu si shikoj unë gjërat, pasi nuk jam i detyruar të respektoj disiplinën e partisë. Jo se disiplina është e keqe në një farë kuptimi, por ka disa rregulla të cilat duhet t'i ndjekësh, duhet të shprehesh në institucione dhe t'i bindesh vullnetit shumicës, nëse do që t'jesh një politikan serioz. Kështu që po përpiqem të akomodohem midis këtyre dy trendeve të cilat po i ndesh në këtë periudhë të jetës time. Ishe i bindur dhe ke bërë mirë që dhënë dorëheqjen? Po kam qenë tërësisht i bindur që duhet t'jepsha dorëheqjen. Po? Pasi ne humbëm thellë, duhet kujtoj që edhe në vitin 2021, megjithëse në qarkun ku unë drejtova, në Korçë, realizuam objektivin për 5 deputet për të marrë, ka që kishin. 2021. Po 2025? Në 2025 nuk ditë kemi pas në objektiv, hym pa objektiv. Në Korçë nga 2500 vota minus që dolëm 2021, shkuam në 22.000 vota minus. Po si nuk ishit objektiv, se kuptova këtë? Nuk ditë na e thënë në një objektiv. Ndoshta është folur shumë përgjithësi, do fitojmë, po... Do fitojmë apo jo? Nuk... Jo edhe më objektivi, po edhe puna që u bë, po s'dua t'i hyj kësaj pjesë tani. Okej, pyetja më e rëndësishme, zoti Spau, është
Përse Partia Demokratike është në këtë gjendje? Sepse unë të kuptoj shumë mirë dhe edhe përpara emisionit ne folëm që ti ke vënë gishtin në plagë dhe ha pasaj do dhënë sulme të shara. Shumë njerëz që po flasin, ka edhe të tjerë që nuk ka aq shumë. Që e ndjejnë që duhet ndryshoj Partia Demokratike. Po pse? Nuk mund vazhdoj. Çfarë po ndodh në PD me atë që ju, sepse ju jeni një lloj senatori i Partisë Demokratike, keni përvojë po aq sa ka që nga rrëzimi i regjimit të deri tani dhe ju keni pesh në elektoratin e PD-s. Ka shumë vite që në PD është krijuar kultura të mos folurit, mos të reaguarit, rënjes dakord me zhvillimet negative për hir të interesave nga më të ndryshmet, përfshirë ato personale. Kjo u duk veçanërisht mandatin e dytë të Lulzim Bashës, që edhe kur flisnje nuk të dëgjonin, si në rastin e djegjes mandateve. Ke qenë kundër? Po, kam qenë kundër dhe për këtë ka dëshmitar. Mund të në besoj, s'ka nevojë. Mund të bisedoni me Monika Kryemadhin, e cila ka qenë kryetare e Partisë Lirisë në atë kohë, me Fatmir Mediun, kryetari i Partisë Republikane, dhe me kryetar partisë të tjera, por mund të bisedoni edhe me Lulzim Bashën. Jo, por nuk të dëgjuan, domethënë. Jo, absolutisht. Po mirë, iku Lulzim Bashë, tani me Sali Berishin çfarë vendos se ju? Pas vitit 2000. Sa do bashkoheshin, do bënë. Pas vitit 2021. Po. Ju e dini që i dini zhvillimet. Filloi foltoria. Dhe për të thënë të drejtën, nisur nga karriera dhe kontributi i zotit Berisha në PD dhe problemet që ngriti, kam qenë thellësisht i bindur që ajo ishte rruga e duhur që PD-ja të lëvizte dhe të ringrihej si forcë politike dhe të mund ta hiqte Edi Ramën nga pushteti. Dhe ato që u premtuan, si të themi, rritja e demokracisë në parti nëpërmjet kalimit të pushtetit vendimarrës nga struktura tek antarësia, po, vendosja e Nenit për të dhënë dorëheqjen Neni Basha në rastet kur kryetari humbet zgjedhjet, cilat do qofshin ato. Vendosja e primareve për të zgjedhur ata të cilët do të konkurrojnë për pushtetin vendor apo për pushtetin qendror. Po. Dhe një sër artikulimesh të tjera të cilat krijonin premisa dhe shpresë që Partia Demokratike do i kthehej viteve të para të saj. Në fakt nuk ndodhi kështu. Zgjedhjet e vitit 2025 treguan qartazi që gjithçka që u tha më shumë për slogan se sa për të ndryshuar gjendjen. Po pse? Por sepse primaret nuk u respektuan. Pas zgjedhjeve Neni statutit për dorëheqje nuk u respektua. Pra njerëzit u zgjodhën dhe u futën në lista mbi mbas preferencave të drejtuesve. Dhe rezultati i primareve nuk u respektua. Për shembull, mund t'ju them që përveç kontributeve që kisha, edhe në primare kam dalë i dyti në grupin parlamentar. Dhe fare mirë mund të pretendoj edhe unë, sikur gjithë tjerët që t'isha në listë mbyllur. Nuk ndodhi kështu, megjithëse mu premtua. Dhe më pas, nuk ishte kjo e keqja më e madhe. E keqja ishte që nuk të linin që të konkurronja. Jo, dakord. Atje, sepse vinin porosisin strukturat që mos e votoni. Porosisin strukturat për Po, ju mos votoni? Kush? Por nuk do të zgjatem në emra, sepse i kam thënë, i kam shkruar. Kujt? Mund të dilni të shikoni. Zoti Berisha? Jo. Zoti Berisha nuk është se erdhi bëri fushat të tillë, por njerëz të tjerë do t'i themi këta zoti se juve kështu pasoj. I kam thënë se cilët kanë qenë personat, i dinë shumë mirë edhe në PD, por nuk është ky thelbi i problemit. Nuk është fati im personal, por është problemi kryesor që ku po shkon PD-ja. Duke qenë se këto
parime që ne pretendonim të respektoheshin, nuk u respektuan, u shkelën, sigurisht edhe PD-ja do të përfundonte këtu ku përfundoi. Nga 30.000 vota që humbi në 2021 në krahasim me majorancën, opozita me majorancën, në 2025 shkuam në 300.000 vota. Mbajti ndonjëri përgjegjësi për këtë rezultat? Të gjithë u ndjen komod duke thënë që na i vodhën zgjedhjet. Sigurisht unë nuk them që zgjedhjet në Shqipëri janë të kulluara. Jo. Majoranca dhe veçanërisht Edi Rama e përdor pushtetin për të deformuar rezultatin elektoral. Përdor administratën publike, patronazhistët, përdor resurse shtetërore dhe një mori mekanizmash tjera që ai e pushteti. Por këtë diferencë kaq të madhe unë nuk mund ta justifikoj vetëm me deformimin elektoral. Këtu ka probleme të brendshme pafund, të cilat kanë ndikuar në atë që PD-ja sot nuk është kompetitive, nuk është konkurruese. 5 problemet e PD-s, mund të mi rendisësh? Probleme pafund. 1, jo 5 po themi. E para. PD-ja vjen me një ekip drejtues të konsumuar. PD-ja ka nevojë të ndryshojë, duke filluar nga kryetari dhe gjithat atë tjerët. Se ka nevojë për një ekip 3. Ka nevojë për një ekip 3. Okej, vetëm një pikë atëherë është, jo 5. Jo, ka shumë edhe pika të tjera. Jo, po ndryshove kryetarin, po ndryshove kryetarin, aty është zgjidhja tani. Po siç ndodh në të gjitha partitë. Po pra, do të thënë ato të gjitha partitë moderne, të majta apo të djathta, nëse humb zgjedhjes largohesh. Po mirë, pse tani rrim vetëm te kjo? Ai vum në statut. Jo. Ai vum statut. Po patjetër. Për këtë qëllim e vum apo jo? Tani, dhe ai e kritikuam Lulzim Bashën. Për këtë qëllim e kritikuam. Çfarë si fam tani? Po. Tani, zoti Spau, pika 2, 3, 4 dhe 5 nuk do i themi fare, se pika 1, kambana, fshati nuk ka kamban, prandaj nuk bie, se do ishin 100 arsye. Tani, ju jeni nga njerëzit se okej, mund të flasin dhe të rinj për zotin Berisha, po ju jeni një nga bashkëudhëtarët e zotit Berisha, një bashkëpunëtor nga më të afërt të tij, që keni dhënë, keni marrë dhe keni pasur një raport të veçantë. Tani, çfarë po ndodh me zotin Berisha? Sepse të gjithë mendonin që dhe ju e thatë me shumë drejtë, lëvizja foltore zot Berisha ishte shumë e drejtë dhe prandaj ju bashkuat, jo vetëm ju, por edhe media e ka mbështetur dhe jo vetëm militantë, edhe media e ka mbështetur. Është interesi i shoqërisë që të ketë një opozitë sa më efektive, të fortë. Çfarë po ndodh me zotin Berisha? Pse zoti Berisha po e mban fort atë? Kjo është pyetje për zotin Berisha më shumë se sa për mua. Unë gjykoj që ai duhet të respektojë statutin të cilin me iniciativën e tij e formuluam dhe e miratuam. Nuk mendoj që vetëm zoti Berisha mund ta çojë Partinë Demokratike në fitore, sikurse është një opinion i gjerë mes militantëve. I gjerë? Po, midis antarëve dhe simpatizantëve, militantëve, sigurisht afeksioni për zotin Berisha është i madh. Por duhet të ujë të rrjedhë, gjërat të ndryshojnë. Aq më tepër që edhe problemet që zoti Berisha ndoshta me pat drejt i ka me një pjesë të komunitetit ndërkombëtar, po bëhen një faturë e rëndë edhe për Partinë Demokratike. Kështu që në këtë rast unë gjykoj që siç ndodhi edhe në Hungari për shembull, që një politikan i ri mori drejtimin e opozitës dhe brenda 2 vjetësh hoqi nga pushteti atë që mendoi që ishte i paheqshëm dhe me një mbështetje të jashtëzakonshme ndërkombëtare. Dhe ju bët një herë me keni me Trumpin apo jo, unë nuk jam me asnjë aty, pavarësisht statusit që publikova, ajo është çështje e popullit hungarez. Ne duhet shikojmë... Jo, Partia Demokratike me kësh. Ne duhet shikojmë problemet tona, të krijojmë aleanca sa më të gjëra ndërkombëtare, në radh parë me të djathtët, por se krijojmë një mirëkuptim dhe ekspozojmë veten pozitivisht edhe në ato partitë majta që sundojnë apo qeverisin mjaft vende europiane, s'do të kishte asgjë të keqe. Tani qëndrojmë përsëri këtu te Berisha. Ju vetë personalisht keni thënë se Berisha
Zot Berisha, ju du të largoheni? Jo, unë me zotin Berisha nuk komunikoj që nga zgjedhjet e 2025-s. Pse? Po për arsyet personalet për cilat nuk dua të hyj në... Si arsye personale që s'lidhen me funksionet e tua? Jo, që lidhen me funksionet, por ato kanë të bëjnë ngushtisht me mua dhe mendoj që nuk është në interes i madh për publikun. Jo, interesi i madh është sepse ju jeni një personalitet në Partinë Demokratike, zoti Spa. Këto gjëra ju a thash që unë i konsideroj personale dhe nuk do t'i bisedoj në publik asnjëherë. Dhe nuk e kam zakon që bisedat konfidenciale t'i nxjerr në publik. Jo, okay, po nëse ato lidhen me zhvillimet në PD dhe për interesin kombëtar, ku e kam fjalur, jo personale. Për ato do të lidhen, për ato bëhet fjalë, se nuk bëhet fjalë për çështje personale në kuptimin familjar etj. Por ato prap ngelen midis nesh. Po pse ky sekret se kaq diskret zoti Spa, sepse të lutem mos vazhdojmë në kuptim. Unë nuk e vazhdoj me këtë, po do të thënë dua ta them atë mendimin se ti tani je politikani më i liri mundshëm, do të thënë ai Facebooku juaj është më i lexuar nga më të lexuarit në këto momente. Kështu që unë do të them që a lidhe, por jo, vetëm kaq. Ai keni thënë zot Berisha që duhet largoheni? Shikoj, unë e kam thënë në statuset jo statuset, po. Zot Berisha vetë në televizion. Ati vetë ju thash që nga zgjedhjet e vitit 2025, që para zgjedhjeve madje. Që para zgjedhjeve? Pak para zgjedhjeve. Unë nuk kam komunikuar me të. Do dhe në asumber dhe Jo. asumber. Po mirë, tani, duhet të di këtë unë, po mirë, si ka mundësi që një pjesë aty brenda PD-s mendojnë si ju, po nuk ja thënë zoti Berisha? Thash, aty është krijuar një kulturë e të mos folurit. E frikës, sepse të prishet karriera. Ju e keni parë edhe rastet e fundit, unë s'është se kam ndonjë afeksion të madh për zotin Saljani, por përfundoi vetë përjashtuar nga hero kombëtar i PD-s. Hero kombëtar? Po, ashtu ishte i gjithë grupi parlamentar e vizitoi me këtë status të burgosur politik, e thënë më saktë, përfundoi në tradhtar. Mira, ai tha që unë takova Berishën mora lej nga burgu, shkova e takova Berishën në shtëpi dhe më tha që kam bërë marrëveshje me Ramën për të qëndruar Rama në pushtet. Shiko, këto nuk janë gjëra që unë kam qenë prezent edhe s'ka kuptim që ti komentoj. Jo, ka kuptim zoti Spa. Por ditë them këtë që ai ngriti domosdoshmërinë që duhet ndryshim në PD. Po. Dhe përgjigjen e mori duke u vetë përjashtuar. Jo vetëm ai. Po çfarë do të thënë vetë përjashtim? Dy kolegë të mi, njerëz shumë të respektuar, drejtues degë dhe kontributor me vite në Durrës, edhe ata dolën që bashkëpunonin me majorancën. Me armikun. Ose rasti 4 zonjave në Elbasan, cilat për fat edhe ato i njoh, sepse kam drejtuar 4 vjet në Elbasan. Ja, edhe ato janë nga kontributorët shumë të mira në Partinë Demokratike, edhe ato u përjashtuan. Po juve jeni përjashtuar? Unë jam përjashtuar një herë nga Lulzim Basha në 2021, së bashku me zotin Berisha, me Flamur Nogër, me këta 5 vetat. Edhe tani ende nuk kam arrit ke ai stat, paktën me sa kam biseduar me DG9 ku unë je antar i PD-s. Banoj. Je antar i PD-s, nuk të kam përjashtuar. Po pse s'kam përjashtuar ty? Po unë nuk gjykoj pse duhet përjashtohen. Jo, unë s'duhet të përjashtohen. Përjashtime nuk duhet të ekzistojnë. Jo. Nuk duhet të ekzistojnë fare në parti. Jo. Unë atë mendoj që ti nuk duhet të përjashtuar. Antari mund të iki nga partia vetëm me dëshirën e tij. Po ja pra është vetë përjashtuar ky pra Saljani. Shiko, ne kemi diskutuar të krijojmë gjatë lëvizjes së foltores. Të krijojmë fraksione në parti. Për gjithë ata që kanë një mendim ndryshe. Tani nga fraksionet kalojmë te vetë përjashtohet, se nuk respektove linjën e partisë.
Po cila është linja? Që të mos flasim, mos ngrejmë probleme. Kështu të vazhdojmë edhe 13 vjet tjera në opozit, që ta mbajmë Edi Ramën pushtet. Sepse ne po shkojmë nga një rezultat më negativ te një tjetër edhe më i madh. Më negativ. Atëherë si zgjidhet, do reflektojmë ne? Do i dëgjojmë ndonjë nga ato këshillat e partive popullore europiane që na dhanë kur erdhën këtu një delegacion shumë i gjerë me kërkesën e PD-s? Dhe si tha? Filluan që nga leadershipi, Po? duhet zbatoni statutin, sepse statuti është kushtetuta e partisë. Nëse nuk zbaton statutin, si do t'i krijosh besim qytetarit që ti do zbatosh kushtetutën e vendit? Që nga kjo. E dyta, nuk mjafton kritika ndaj qeverisë. Ai është njëri aspekt dhe s'duhet kthehet qëllim vetvete. Duhet dhe një program që ta adresoj problemet thelbësore që kanë qytetarët shqiptarë. Dhe kjo bëhet në kuvendin e Shqipërisë. Nuk ka nevojë që kuvendi të kthehet në arenë përleshje. Edhe unë kam qenë pjesë e përleshjeve në periudhën 2021-2025. Je penduar? Po ku arritëm? Je penduar? Po shiko, unë reflektoj dhe kuptoj që ajo rrugë nuk na nxori gjikundi. Keni bërë gabim, do të? Është bërë gabim, duhet të ndryshojmë dhe të sillemi si gjithë partitë e tjera, pavarësisht refrektarizmit dhe tendencave të majorancës për ta relativizuar opozitën dhe për ta nxjerrë nga loja politike. Ai është qëllimi i majorancës. Po mirë, Ti s'ke pse bie në lojrat e tyre. Po ti jetë për Edi Ramën, kështu e do parlamentin tërë jetën, ka marrë malli që mos funksionojë. kur thrisë Edi Rama profesor dhe vetëm me ty merresh. Po s'është puna tek ajo. Ka çështje tjera. Lufta politike nuk bëhet me Molotov. E provuam ne këtë. Dhe provuat gjatë. E provuam me protesta. Gjatë. Bile që nga koha e Lulzim Bashës. Po, që nga kohë Lulzim Bashës. Që nga koha e Lulzim Bashës. Po. Arritëm ndonjë rezultat? Nuk arritëm. Atëre njerëzit e mençur reflektojnë. Nuk po them unë që s'duhen bërë protesta. Protesta duhet bërë, kjo qeveri duhet kishte ikë. Kjo po ha kohën e PD-s. Do duhet ishte PD-ja në pushtet. Por për shkak të paaftësive të PD-s, po vazhdon pori Edi Rama. Pse? Po se ja bëhen edhe gjëra të tilla, cilët njerëzit nuk i duan. Po pse kjo, zoti Spau? Këtë se kam arritur të kuptoj. Zoti Berisha nuk e kupton? Është rruga nuk besoj që nuk e kupton, sepse ai është një politikan i vjetër me shumë eksperiencë. Po pse atëre e bën? Pse nuk lërë? Sa duket objektivi i një pjesë të mirë atje që drejtojnë Po është lërin pjesën se do të të rinë në janë komod. Zoti Spau, do të pyes për ata, po te zoti Berisha, pse zoti Berisha nuk po bën këtë që ju thatë me shumë drejt? Varet çfarë ka objektiv në mendjen e tij, ndoshta Çka? që të ngelet kryetari i partisë dhe pastaj të vazhdoj e të ngrejë mbi atë status, të mbajë të mbledhur pjesën militante dhe kaq. Se kuptova këtë. Si, do të thënë çfarë synimi ka? Objektivi mund të jetë vetëm që të ngelet në krye të opozitës dhe të mbajnë militantët mbështjell mbas Po pse? Kaq. Partisë Demokratike dhe kaq. Nuk i shkoj që me këtë strategji, me këto përpjekje, të mund të rëzohet Edi Rama. Dhe nëse nuk e kupton zoti Berisha që është një politikan kaq i vjetër, me kaq shumë eksperiencë, kush do ta kuptoj? Nuk rëzohet Edi Rama me protesta me 2.000, 3.000, 5.000 veta. Me protesta do 100.000 veta që të ngulen atje dhe ta detyrojnë qeverinë të japi dorëheqjen. Dhe shkon tek qeveria teknike. Por je i zoti të mobilizosh kaq shumë njerëz? A ekzistojnë kushtet? Po. Të gjitha. Qeverisje më të keqe se kaq nuk ka. Korrupsion i plot. Krimi na ka hyp në majtë qafës. Institucionet shtetërore nuk funksionojnë. Drejtësia jashtë funksionit. Çmimet duke u rritur.
Njerëzit janë gatshëm, por kur shikojnë ekipin me cilët del, të rriqen. Kur shikojnë çfarë artikulon dhe si artikulon, të rriqen. Kur shikojnë që hedh Molotov, të rriqen. Zoti Spau, zoti Berisha ju thatë ka këtë qëllim dhe po arrin, dhe po i quajnë të pazvendësueshëm. Po mirë, edhe i dyti, i treti, i katri, i pesi PD janë pazvendësueshëm? Po gjithë më duhen ndruar. Humbe zgjedhjet, ekipi drejtues ndrohet. Gazmend Bardhi, edhe në kryetari PD-s dhe kryetari grupit është me ndryshime statutore, domethënë nuk u votua. Nuk dua të hyj në emra sepse i kam pasur edhe i kam koleg. Po mirë, pastaj rrini, pastaj mos thoni asgjë. Por unë po them këtë. Po si thua emra? Gjithë ekipi drejtues duhet ndryshuar. Do të thënë zoti Bardhi? I gjithë ekipi drejtues. Zoti Noka? Shikoj ata që i ke atje, gjithë. Pse si thua me emrat ti? Fillon nga kryetar, nënkryetar, sekretar të përgjithshëm, cilët kanë përgjegjësi direkte për rezultatin zgjedhor, duhet të japin dorëheqjen. S'ka nevojë ti ndryshojnë. Pse nuk ikin ata? Por duhet i pyesësh ata, thirrri dhe pyetje dhe të thonë. Do të thonë nuk ikim. Përballë Gazmend Bardhi. Nuk ikim sepse ja dy lëvizja ka dhënë te FFZ-u dhe sepse na kanë vjedhur zgjedhjet, nuk kanë qenë zgjedhjet ndershme. Këtë do t'ju thonë. Duhet të presim kur Edi Rama të zhvillojë zgjedhjet ndershme. Por edhe nëse s'kan qenë zgjedhjet e ndershme, ke përgjegjësi. Le të vi dikush i cili mund t'i dali Edi Ramës. Edhe ky Orbani është ideatori, iniciuesi, ideatori dhe realizuesi i sistemit patronazhistëve. Edhe ky me patronazhist. Madje një herë kemi shkuar 2015 e 16, edhe ne të merrnim eksperiencë. Keni shkuar atje? Se si e ka në Hungari, se si e ka organizuar. Me vërtet e ke? Me ka shkuat? Jo, nuk kam shkuar unë, po kam shkuar punonjës tjerë të PD-s, të nivelit të organizimit, po. Të PD-s, nivelit të organizimit, jo nivel politik. Tani unë po shikoj. Edhe ky e kishte bler median, apo jo? Edhe ky i kishte lidhje të jashtëzakonshme me oligarkët. Edhe ky i vidhte zgjedhjet, i manipulonte. Por ama i doli dikush që e bëri që të humbi thellë. Pse? Sepse i dha shpresë qytetarëve. Besuan qytetarët tek ai. Sot tek PD-ja nuk besojnë qytetarët. Ky është problemi. Targeti kryesor i yti në Facebookun tuaj është Berisha, po është Gazmend Bardhi dhe Flamur Noka. Tani një përcaktim për ata dy e dua unë këtu. Tani unë nuk kam dalë që të bëj përcaktime për individët. Unë po ju them që i gjithë ekipi drejtues i PD-s pas humbjes zgjedhjeve të 11 maj 2025 duhet kishte dhënë dorëheqjen, sipas konceptit tim, sipas tyre. Unë trinet vazhdojnë. Një nga statuset që më ka pëlqyer më shumë, që keni shkruar ju. Jorita Tabaku së bashku me Dhurata Çupin dhe Alfred Rushajn ishin të vetme zëra në kryesinë e PD-s që kundërshtuan në tetor 2021 përjashtimin e Sali Berishës, Flamur Nokës, Albana Vokshit, Luan Baçit dhe Edmund Spaus nga radhët e PD. Po, është vërtet. Për fat keq, ata që dje përjashtoheshin me përdhun, sot përjashtojnë të tjerë anëtar të PD-s me të njëjtën arrogancë, paturpërsi dhe dashakësi sikur të jenë pjella e PPSH-s. Po kush përjashton? Përjashtojnë ata që janë drejtues sot që dje u përjashtuan. Domethënë Gazmend Bardhi, Flamur Noka? Jo, Gazmend Bardhi nuk është përjashtuar, por është përjashtuar Sali Berisha, Flamur Noka, ju i lexuat Vokshi, Albana Luan Baçi dhe ju. Ue. Ky ishte, do të thënë, më interesanti. Jo, ky është fakt. Në tetor të 2021-shit, ne jemi përjashtuar nga PD-ja. Madje edhe në kuvend, na i lëvizën vendet, na çuan diku ande nga rjeshti i 2 ose i 3 nga fundi në mos gaboj, i 2. Nuk kujtohet në 5. Një status tjetër, liria e fjalës në PD i ngjan shpresë Muhamad Aidit. Tek ne fjala është e lirë, por unë nuk mund ta garantoj lirinë e saj pasi fjala është shprehur. Po. Ne flasim shumë PD, që fjala kemi liri fjale, liri mendimi, por ama po të flasësh pastaj, ajo liri shkërmoqet dhe përjashtohesh. Ky është një efekt i rënd i PD-s. A nuk i ngjan
PPSH që vrau dhe përjashtoi Liri Gegën, Liri Belishovën, Drita Kosturin, Ramiz Gjebres, Berisha zbulon 4 armike të brendshme në Partinë Demokratike. Domethënë ato që thatë ju i krahasoni me goditjen që i bëri PPSH-ja Liri Gegës, Liri Belishovës, Drita Kosturit dhe Ramiz Gjebres? Po ndoshta nuk është identik, por ata i vrau. Unë nisem nga fenomeni, kur e kam thënë atë, jam nis nga fenomeni. 4 gra atje, dhe këtë 4 gra të cilat kanë kontribuar, edhe të 4 dolën që kanë armike. Do të thënë PD-ja si PPSH-ja? Shiko, e them unë, sjellja për shumë gjëra atë më kujton. I pëlqen si pëlqen kolegëve të minë. Tani, akuzën më të rënda ju është thonë që pse s'ke folur përpara? Po, ju a shpjegoj, edhe është një pyetje me vend. Pasi këtë e ndesh shumë në komunikimet e mia në Facebook. Spari e përmenda pak më sipër kur folëm që në një parti politike ka ca rregulla. Që duhet flasësh atje në institucione, duhet flasësh në kryesi, duhet flasësh në këshill kombëtar. Dhe kur shumica merr një vendim që nuk përputhet me atë që ke ti, je i detyruar ta respektosh. Pra problemi është, ke folur në institucione apo nuk ke folur? Nga doni ta fillojmë? Doni ta fillojmë nga paketa e ndryshimeve kushtetuese në 2008? Po. Kam qenë i vetmi në kryesinë e PD-s që kam ngritur problemin me kompetencat shumë të mëdha që japim kryeministrit, ne duhet kalojmë në zgjedhjen e presidentit nga populli, që të mund të balancojë pushtetin e kryeministrit. Nuk ma miratuan. Duke qenë se jam një politikan serios, pak të kështu e konsideroj vetëm. Jo, jeni zoti. Kam votuar qëndrimin e shumicës. Sepse Partia Demokratike mori një vendim politik që do të votojmë këtë variant të ndryshimeve kushtetuese. Unë mendimin tim e thash. Nuk e morën konsiderat. Vazhdova në përputhje me rregullat e partisë. Doni për reformën territoriale? I kam thënë Lulzi Bashës, kjo majorancë është e gatshme të t'jap 90 deri në 120 njësi administrative, nga 60 që kemi sot. Mos e humbrasin. Shkuam për ta miratuar në takimin që u bë tek Instituti i Arteve, çuditërisht nga ajo që pristim, zoti Basha u çua, braktisi mbledhjen dhe e la reformën territoriale të bëhej siç i desh qefi elektoral Edi Ramës. Është një trup i madh. Doni për djegjen e mandateve? I kam thënë. Jo uzura në gojë se kujt i kam thënë. I kam thënë Lulzi Bashës. Duke qenë se isha kryetari i grupit parlamentar në 2019. Në kryetari i partisë dhe kryetari i grupit parlamentar. Erdhi drejtoresha për Evropën qendrore dhe juglindore nga Departamenti i Shtetit. E kam pyetur, një nga çështjet që do të diskutoj me të është edhe çështja e mandateve. Se ishte periudha që diskutoi egërsisht në media për nevojën e djegjes mandateve. I kam thënë, çfarë qëndrimi duhet mbajon atje? Nuk djegi mandaten, e tha. Këtë i kam thënë, zoti Basha nuk i djeg mandatet. Çfarë ndodhi? Ajo na ktheu ne në vitin 1990 djegja mandateve, sepse u ndryshu kushtetuta, u ndryshu sistemi zgjedhor, lam zgjedhjet vendore, dhe me gjithatë, 2021-shin ne kemi humbur me 30.000 vota me majorancën. A imagjinon që po mos ishin bërë këto gafa, ne do të ishim pushtet? Ja, pra kam folur. Kam folur edhe mas 2021-shit, 2021-2025. Edhe për mënyrën si u bashkuam. Pse për disa je bërtani i keq? E din ata.
Pra, ta kanë fjalën që nuk është se s'kan folur dhe nuk ka lidhje me atë u bëra apo s'u bëra deputet. Që duke e lënë mënjan atë modestim falso, i kisha të gjitha kushtet që edhe unë sikur se kolegët e mi që me merit janë atje, për kontributet që kisha dhënë të vazhdoj një karrierën politike. Por, rrethanat e sollën në mënyrë të tillë dhe nuk jam, por nuk u prish bota, nuk u prish Shqipëria. Tani, por ama mos i vëm bikuris gurë cilët nuk i takojnë tjetrit. Tani në muajin maj, si bi 22 maj mos gaboj, zgjidhet kryetari i Partisë Demokratike. Tani pritet ndonjë surprizë? Asgjë, unë e kam thënë dhe herë tjera. Ky është sezon i ri, avaz i vjetër. Që do të dhe të gjitha shenjat janë thënë, fakti që përjashtohen njerëz nga kandidimi për kryetar partie, pikërisht te kjo të çon. Fakti që zgjedhjet në për kryetarët e degëve bëhen të diktuara. Çfarë të keqe ka që nëse 5 veta, 6 veta, 10 veta, sa do që t'jenë, Garojnë. plotësojnë kushtet bazë, se ka një minimum kushtesh, themi që mos jesh i dënuar, Sigurisht që ka mundësisht t'jesh me shkollë të lartë, sepse ne sot nuk jemi si në kushtet e feudalizmit. Njerëzit janë të shkolluar me eksperiencë pune, të kesh edhe eksperiencë drejtimi në PD. Meloni me shkollë të mesme, ose Sabri Godo, i mençuri Sabri Godo. Po ja po themi se nuk do garonte dot pastaj. Plotësisht dakord. Se Godo i kishte bërë 100 shkolla të larta. Por fjala është këtu që po plotësove ca kushte elementare, kryesore. Pastaj përse duhet që kryesia e partisë të bëjë një zgjedhje mbi ta dhe nga 5-10-15 të çoj 2 atje. Mbi ç'bazë këta të 2 që kanë më të mirë se ata 13 të tjerët. Si i zgjodhe? A kemi thënë ne që vota e antarësisë do të përcaktojë meritat dhe cilët do të na përfaqësojnë ne, qoftë në drejtimin e strukturave, qoftë në pushtetin vendor, qoftë në pushtetin Ju vetë aspironi për kryetar? Jo, as e kam pasur këtë objektive dhe Evi Kokalari mund të jetë një nga... Po patjetër, pse mos jetë? Po pse ja prej atë? Se kuptova. E din ata. Po si mund t'ja prej? Është një nga founders atë krijueset e rithemelimit e foltores. Po, e rithemelimit. Madje i dha shumë hovë foltores kur erdhi, sepse shikoi si dikush që kishte lidhje të forta me të djathën në Amerikë. Dhe qofse ju kujtohet atëherë, ajo e tregoi se çfarë lidhjesh kishte me ekipin e... Te e thatë bukur, themeluese e rithemelimit. Themeluese e rithemelimit. Ke pasur kontakte me zonjën Kokalari? Tani vonë, jo se kam ndonjë kontakt shumë nëpërmjet Facebookut që kur postojmë që ky është komunikimi e kam fjalën këtu, zoti Spau, si ja ka ndaluar se kjo është e tmerrshme, domethënë edhe një antar i thjeshtë i PD-s. Kjo është pyetje për ta, unë nuk e kuptoj. Sikurse nuk e kuptoni edhe ju. Po pyes juve këtu, domethënë çfarë ndodh atje? Se kjo është absurde. Të ngrem hipoteza, ndoshta kanë frikë se kanë frikë se zonja Kokalari se mund të marr vendet, partinë. Kjo mund të jetë, se çfarë tjetër? Gjën më të mëndshme që ka thënë deri tani zoti Spau është Partia Demokratike është ndërruar në partinë e frikës. Kjo është gjë më e rëndë. Okej, zoti Spau, ka dhe probleme të tjera Partia Demokratike, por ajo që mua më shqetëson është që ndërsa Partia Socialiste ka ndezur motorët për zgjedhjet e vitit 2027, Partia Demokratike as i përgatitje s'ka, do të thënë të kuptojmë jo më kot ju thash atë sezon i ri avaz i vjetër. Është krijuar një traditë shumë e keqe, negative në PD, që përgatitjet për zgjedhjet lihen për momentin e fundit. Kjo ndoshta ka të bëjë edhe me atë me zgjedhjen e njerëzve. Duke i lënë në ditën e fundit, në orën e fundit për të depozituar listat në KQZ,
eviton mundësinë që një pjesë të pakënaqurish të ikin subjekte tjera politike. Sepse njerëzit kanë edhe objektiva personale, ngren edhe karriera personale, përveç atij idealit për të qenë i djathtë. Dhe kjo shkon në kurrizë të cilësisë përgatitjes zgjedhjeve. Kështu ndodhi në 2025-ën. Zgjedhjet më të papregatitura në të cilat ka hyrë PD-ja. Po si ka mundësi se zoti Berisha ka qenë shumë i organizuar? Si ka mundësi? Zoti Berisha përgjithsisht është marrë me këtë aspektin e motivimit Në parti. I kanë bërë tjerë. Parti. Organizimi, sigurisht kryetari i partisë ka përgjegjësitë e veta, por është detyrë e sekretarit përgjithshëm. E zotit Nor. Edhe sekretariatit, sekretarit organizativ. Dhe si janë ata tani? Në ç'kuptim ma bëni këtë Si funksionojnë? Ata janë po ashtu sikur se ishin para zgjedhjeve 2025-s, sikur se s'ka ndodhur asgjë. Facebooku juaj këtu është kështu si bombë bërthamore tani këtu, pse bëni kaq? Jo, mor burr, se nuk është se pyet shumë njeri për postim. Jo, unë thashë, unë e kam lexuar me shumë kënaqësi, sepse jeni nga të rrallët që për çdo fenomen, për çdo ngjarje në Partinë Demokratike dhe politike sigurisht, sepse ju jeni marrë dhe me qeverinë, dhe unë do të bëj dhe disa pyetje dhe për qeverinë. Ju vini gishtin mbi plag dhe kjo nuk është pak sot. Si e parashikoni zgjedhjet lokale? Me shenjat që janë, nuk jam optimist që PD-ja do të mund të shënojë ndonjë rezultat i cili të krijojë bazën për zgjedhjet e 2029-s. Sigurisht PD-ja do të fitojë në ato bashkitë tradicionale që ka fituar disa në veri, ndonjë bashki edhe në zona të tjera të vendit. Po kanë veri se për shembull Shkodra që ishte bastioni PD-s tani e ka PS-ja, do fitojë Shkodrën? Vështirë ka për të qenë i sinqert, duke ditur edhe përçarjet që janë atje lokalisht, përplasjet njëri me tjetrin. Por janë disa bashki të cilat ne tradicionalisht i kemi fituar. Kë? Po, nëse do i referohesh sot, vërtet mund të jenë në drejtimin e PS-s. Atëherë si do i Pasi ne fitoni? shumë pak kemi. Po. Por mendoj që në disa prej tyre ka mundësi për të fituar. Ku? Ore, mundësi ka për të fituar gjithandej. Por varet me kë do dalësh ti. Varet si do ta organizosh fushatën, varet si do të mobilizosh njerëzit. Nëse ti nuk i bën këto, sigurisht do humbësh. Por e thash edhe më sipër, edhe në pushtetin vendor, edhe në pushtetin qendror, koha e këtij regjimi ka mbaruar. Ky han kurrizin ton, sepse ne jemi të papregatitur, të pa zot, ndoshta edhe nuk duam që gjërat ndryshojnë. Po Tiranën Nëse do të duhet, ka shanse të fitojë Tiranën PD? Tirana ka një specifik. Spari është njësia më e madhe në Republikë. Sot ndodhet në ditën më të keqe. Pushteti vendor i Partisë Socialiste, në ditën më të keqe. Jo, a fiton PD-ja them? Tirana është bërë e pajetueshme. Ju ku jeton? Plerat tek njësia 9 në rrugën Don Bosco. Po pse rrini pas në Tiranë? Plerat i ke rrugës, nuk gjen një rrugë që të fshihet. Kjo është e vërtetë. Trotuaret dhe rrugët janë si me qenë në Gaza. Edhe kur ndërtohen rrugë dhe trotuare të reja, ato nuk i mirëmban më njëri. Po pse nuk fiton PD-ja? Pse s'fiton, se duhet gjesh njeriun që të ngrej këto probleme. Kush mund Duhet kesh, po ka më ta gjejnë. Po jo, kush mund të ishte për ju një denjë përfaqësues i Partisë Demokratike? Të ndjekin radhën, atë më falni përcaktimet në statut, rregullat, të ndjekin rregullat edhe s'mund të marrun përsipër që të zgjedhun individin që e kanë këtu fjalën që ka më njerëz mirë sa të duash që mendoj do ishin të pjesë. Edhe doktori Ali Mehmeti është një kandidaturë e mirë, edhe Jorida Tabaku është një kandidaturë e mirë. Fakti që është i shkëputur nga politika më duket një defekt për të, që do të duhej shumë punë për ta rikuperuar.
Por unë, shiko, këto janë përshtypje personale, unë nuk marr përsipër që të kualifikoj njerëzit për këtë punë. Edhe nëse i përmenda 2-3 emra, i përmenda për shkak se ju po insistoni vazhdimisht në çdo pyetje që unë të përmend emra, por nuk do të thotë që çështja mbyllet me këto që po them unë. Madje ndoshta s'duhet përmend edhe emra se tani një fenomen apo një mendim ju e keni dhënë për një deklaratë të Mariana Koçekut për Gegnishten. Po. Edhe unë e thash gegërisht. Me qenë se dole tek kjo temë, s'pari duat kërkoj ndjes për disa terma që kanë përdorur aty. Kanë qenë fyes? Më të rëndë se sa duaj, ndoshta edhe fyes. Po pse? Kurse thelbi i problemit është tërësisht ashtu si e kam thënë dhe i ngelem. Më fal. Po për termat, të lutem mos se nuk ka nevojë ta lexoj. Kush e ka lexuar, unë i kam kaluar. Po pse s'e ke hequr këtë emrin, këtë fjalën këtu pse s'e ke redaktuar kur je penduar? Po çfarë rëndësi ka kur e hedh statusin, pastaj ai është bërë publik, e kanë marrë mediat. Nuk ka nevojë që të Jo, nuk e lexoj. Derisa unë po them që unë kërkoj ndjes për disa prej termave. Marianës. Po. I kërkon ndjes për disa prej termave. Po pra, për tema, për cilësuar, po, që e kam cilësuar. Po. Duke marrë parasysh edhe që është femër, por thelbi i problemit qëndron. Pse qëndron? Unë nuk jam specialist gjuhe dhe të mund të vendos se i takonte Gegrishtes të ishte gjuha zyrtare apo i takonte toskërishtes. Dhe nuk hyj në këtë debat, sepse jam njeriu kompetent. Por ditë them që ka një konsensus të gjerë shoqëror ndërmjet trevave që flasin dialektet ndryshme, që të ngelen në këtë sistem që kemi sot, në këtë gjuhë zyrtare, që ka të bëj me konsensus. Jo, ai është kongresi drejtshkrimit. Po pra? Po quhet konsensus, zoti Spa. Konsensus është kur ti është akoma edhe më i fortë. Jo, pra, ai është vendim. Është vendim. Është vendim, pra, jo konsensus. Konsensus mund të bëhet si politikan me një politikan tjetër, me një parti tjetër, po jo. Këtë vendim e kanë marrë pjesa më e madhe e zonës, e zonës që flet gegrish, që është Kosova. Por edhe nga Shqipëria, edhe nga Maqedonia. Por Maqedonia nuk flet edhe aq gegrishte sa flet toskërishte. Është më afër të folurit të zonës Korçës. Ose Struga është tosk, nuk është tosk. Po pra, më shumë flitet. Po mund të ketë edhe këtej nga zona e Dibrës, në kufi, flasin gegrish. Por ne nuk po hyjmë ke kjo. Ka një vendim. Dhe ne jemi detyruar ta respektojmë. Nga kongresi i drejtshkrimit. Pse? Është çështje e unitetit kombëtar. Unë nuk di ndonjë shtet që mos ketë gjuhë zyrtare. Pse pak dialekte kanë Angli, pak dialekte kanë Itali, ata të jugut me ata të veriut s'merren vesh fare. Në Itali. Por ama ka një gjuhë zyrtare që është ajo e Firencës, që është një zonë shumë e vogël në dot dishti në krahasim me Italinë. Po pse pak dialekte kemi ne këtu në Shqipëri? Që s'merremi vesh njëri me tjetrin e nuk kuptohemi. Mirë, prandaj kjo nevojë Gegrishës ishte rënë qaf. Do ta themi këtë. Ne të dy jemi tosk, por Gegrishës ishte rënë. Por nuk e vë, orë edhe mund të jetë kështu. Por nuk më takon mua ta them këtë, sepse unë nuk jam gjuhëtar. Ata që kanë marrë këtë vendim kanë qenë nga gjuhëtarët më me mjekër në Shqipëri për çështjen e gjuhës. Dhe jo vetëm në Shqipëri. Nuk thënë që po të kesh mjekër, je gjyqtar i madh, ëh. Nuk po hyj unë në argumenta. E qem çe bëj nuk shem mjekër. Shikon, nuk po hyj unë në argumenta teknike, sepse nuk jam unë. Jo, nga që thatë që kush kishte mjekër më të madhe. Po në atë kohë këta janë mbajtur më të mirët. Dhe jo vetëm këta, po kanë qenë edhe gjithë albanologët e huaj me zë, që kanë marrë pjesë në atë. Edhe nga arbëreshët e Italisë ka qenë kongres. Tani, pse duhet që ne ta respektojmë? Një ligjvënësi nuk i takon që të thotë, unë e refuzoj gjuhën zyrtare. Se e tha refuzoj. Unë e refuzoj. Ti mund ta flasësh në kuvend. Mirë do ishte mund ta flasësh në kuvend. Aty flitet me dialektizma sa të duash. Aty nuk flitet vetëm me dialektizma, po flitet nga njerë edhe me gjuhë rruge. Po. Që nuk është gjuha zyrtare. Por, nuk mund ta japësh këtë si model për ta ndjekur qytetarët. Pse? Ju thatë kemi marrë një vendim. Pra, pak a shumë është ligj
për mënyrën, dhe është ligj, është ligj, për mënyrën si shkruhet gjuha shqipe. Ai është Si shkruhet. është dekretuar. Prandaj duhet ta respektosh. Nuk mund t'i thuash mos respektoni ligjin qytetarëve. Se ligjvënësit janë për të hartuar ligjin dhe për t'i respektuar, për t'i zbatuar. E po, gegët Dhe kjo është thellësisht e gabuar. gegët të kanë sulmuar në dhe Toskën të atë kanë mbështetur. Shiko, nuk po hym te këto ndarje, do bëjmë gabimin më të madh. Sepse ne kemi vuajtur nga përçarjet. Duke cilësuar njëri tjetrin greko-slav. Kur ne jemi shqiptar, është një problem që ka qenë delikat. Sot është mbyllur. Pse rikthehemi më? Është kërkuar të rikthehemi në vitin 90, pas përmbysjes së regjimit. Pse u kërkua Tereza? Po, kanë dalë individ të ndryshëm Dhe ç'a kërkuan? dhe kërkonin që të Ndryshimin. rishikohet, po. Kongresi i Drejtshmimit. Po, të rishikohet Dhe, edhe Dhe u morën vendim? jo. Pasi shumica atyre që Po. konsiderohen teknicien të kësaj fushë, Po. nuk ishin dakord që kjo duhej bërë. Domethënë edhe Toska dhe Geg. Sigurisht. Po juve mendoni që kuvendi Kështu që thelbi i ndërhyrjes time nuk ka të bëjë në aspektin jo që të Ja, jap kuptova. opinionin tim për çështje teknike. Jo, e kuptova. Dhe për të denigruar apo vlerësuar njërin dialekt në krahasim me dialektin zonja tjetër. tha, Unë them këtë që ne si ligjvënës po na takon të jemi me ligjin, me aspektin e ligjit. Dhe në komunikimet zyrtare jemi të detyruar të përdorim gjuhën zyrtare. Pik, kaq. Madje zonja tha që unë mund të marr edhe një nisëm në parlament tha për të bërë ndryshimin e Kongresit Ajo të Drejtshmimit. është e drejta e saj, nëse ata të cilët merren me këtë punë gjykojnë një lloj si zonja, pastaj do t'i nënshtrohemi vendimit që do të marrin. Sekretari i përgjithshëm i PD-s Flamur Noka ka reaguar pas emërimit të ish deputetit PD-s Dashsula si krye-inspektor i përgjithshëm. Berisha mund gaboj kur afron, po jo kur largon. Të gjithë ata që ishin dyshime dhe na sulmuan për gjysma gjelin, e morën përgjigjen sot me zë dhe figurë, shkruan Mul Noka. Ka të drejtë Flamuri, nuk llafos kot ai. Ata që doktori mban afër janë zgjedhje të gabuara të tij. Sarkazm therrë se e ke bërë këtë status. Po duhet të them edhe diçka dhe ndoshta këtu shumë njerëz nuk do të jenë dakord me mua, Po? dhe i mirë kuptoj. Unë zotin Sula e njoh prej vitesh. Ky nga viti 2005, të paktën. Ka qenë deputeti i PD-s. Dhe jo deputeti i keq, por nga ata më të mirët. Bile di që në një problem shumë të vështirë që kemi pas ne në zgjedhjet presidenciale, të asaj periudhe, ka dhënë një kontribut jo të vogël. Sigurisht ai braktisi profesionin e tij dhe ju fut politikës. Si prokuror. Po, ju fut politikës. Për arsye jo të qëndësishme mendoj unë, duke qenë se ai i kundërshtoi dhe nuk i votoi ndryshimet kushtetuese, Po? ju pre karriera politike. Tentoi të rifutej në politikë dhe u fut. Me primarët e kemi filluar. Po. Jo më fut u bë deputet ai në 2021-shin. 2021-2025 ka qenë deputet. Në primare, simas kushteve, se kulmi ishte primare. simas kushteve që vuri PD-ja, Dhe ishte më i votuar. ishte më i votuar. Më i votuar. Tani kur këto shkelen me përdhun, hidhen poshtë dhe kanë të bëjnë edhe me i fat personal, që tjetri e ngre. Dhe ai nuk ka vetëm veten e tij, por edhe ka edhe familje, ka edhe shoqëri, ka edhe faqe, Po? që jep kontribut edhe shiko si të hodhën, si të shkelen me këmbë. Sigurisht do reagoj. Kështu që është kollaj për ta gjykuar dhe për t'i thënë tradhtar. E për ta anatemuar. Do më bëri mirë sipas. Por, jo, unë nuk po them bëri mirë. Po çfarë bëri? Mua nëse do të m'afroj, se cili gjykon për veten e tij. Juve nuk do ta Unë bëni? s'kam ndërmend që të hidhem te krau majt e të pranoj një pozicion.
Por po them që gjitha ato anat e mime që janë hedhur në mbi të, nga maja e PD-s e deri poshtë, Maja ke fjalën për Berishën. po sigurisht mo nga Po pse s'e përmend kryetari i partisë. Frikë ke? Po pse është vështirë për ta kuptuar? Po thuaj Që nga Berisha. zoti Berisha edhe deri poshtë, të tjerë pra, militant, duhet mendojnë edhe për këtë. Po ne kemi në një çik faj që e shtym atë në atë rrugë? Kemi ne në një çik faj që s'mbajtëm fjalën? Tani për ta mbyllur këtë intervistë, kalojmë çik nga kampi tjetër se direkt aty do na shkruajnë që ore folët vetëm për PD-n, po për qeverim. Megjithëse ti në çdo frazë Unë po them këtë. Po. Problemi themelor në Shqipëri është opozita. Problemi themelor në Shqipëri është opozita. Pa u përgatit opozita, Edi Rama do të ngelet mbret. Nëse nuk do të arrihet të krijohet një opozitë e fortë, e fuqishme, e aftë për të heqë Edi Ramën, gjendja në Shqipëri nuk do të ndryshojë. Edi Rama e di këtë dhe investon fort që opozitën ta mbajë dobët. Tani, Sepse është interesi i tij personal. pyetja e fundit, zoti Spao, ju jeni një politikan karriere, keni 35-36 vjet që nga rrëzimi i regjimit komunist. Dhe keni qenë aktor dhe faktor, madje, ndikues në gjërat më të rëndësishme politike të këtyre 36 viteve. Jo, aq shumë, po. Po tani ju keni qenë ndikues tani, jo, e diun atë modestin tuaj. Çfarë parashikime keni? Çfarë do ndodhë se Shqipëria ka dhe këto gjërat e paparashikuara që mund ndodhin, në politike flas. Çfarë parashikoni ju? Çfarë do ndodh? Se ju mund ta bëni këtë prognozën. Unë nuk e kam humbur shpresën tek PD-ja për t'u rigjallëruar edhe për t'u kthyer në atë vend që duhet jetë. Besoj që nëse nuk do ta bëj PD-ja, do të vi momenti që do të dalë një forcë tjetër politike e re nga krahu djathtë, e cila si në Hungari, që në brenda në argun e 2 viteve, që ta rrëzoi Edi Ramën. Por kjo do të kërkoj një ekip. Jo i provuan ato partitë e vogla. Morën në 20 Në deputet. Shqipëri janë krijuar shumë parti, por kanë qenë parti me një kryetar. Parti me kryetar. Parti kryetar. Parti kryetar. Nuk ka si hecën. Duhet ekip, duhen fytyra të reja, duhen të përgatitur, duhet të zësh atë thelbin e problemit qytetarit. Ti mund të ngresh shumë, shiko që të jemi të sinqert. O ka folë PD-ja për korrupsionin, o nuk ka folur në një subjekt tjetër politik në Evropë. Po PD-ja Për ditë vetëm me denoncime. Po duhet të kesh parasysh. Ka mbetur vetëm aty ama. Cila është natyra e shqiptarit? Shqiptari reagon kur i prek legun ke xhepi vet, nuk e konsideron atë legun e tij. Dhe reagimi është i vakët. Nëse do t'i thuash që do merresh me pagat dhe pensionet, nëse do të merresh me bujqësinë, me taksat që po e rënojnë bujqësinë, pse s'merren me bujqësinë? Dolën fermerët në protest, derdhën qumshin, dhe akuzuan për lidhje me oligarkët, të cilët sjellin importe nga Serbia. Kjo duhet jetë moto e përditshme e Partisë Demokratike. E di kush duhet jetë moto e Partisë Demokratike? Ai pallati që u do dje, që është ndërtuar me materiale skarco, dhe që kryeministri me paturpsi del thot nga dhënat e para nuk rezulton që problemi ka të bëjë me ndërtimin. Kur atje dihet që është ndërtuar me bukë peshku. Dhe ai është material që dihet më njëherë dhe shkon si të shkojnë katin e 14. Pse nuk kontrollon Bashkia e Tiranës? Bukë peshku nga jashtë. Shiko. Nga jashtë. Bukë peshku dhe i vendoset ajo pjesa metalike aluminit nga jashtë. Ti a di që Bashkia ka një program të veshjes së godinave të vjetra me kapot? Dhe çfarë është ajo kapota? Është bukë peshku dhe i fusin një veshje të hollë prej
Nuk e di si quhet ai materiali që Qartë. bën izolimin. Por ama, e di sa pallatet ka të tillë në Shqipëri? Sa? Me qindra në Tiranë. Në Tiranë. Me qindra. Dhe ai pallat nuk është hera parë që është djegur. Dhe kështu është djegur edhe një tjetër tek ish parku autobusave. Po, të ish parku, po. Dhe po e di sa kushtojnë ato hyrjet? Nga 150.000, nga 200.000 euro. Kanë lënë kursimet e jetës shqiptarët. Atëherë pse nuk vendoset një standard? Këtë ti kërkohet qeverisë. Pse nuk ke standard për ndërtimin e banesave banimit? Dhe pse nuk e kontrollon standardin? Po kështu do vazhdojmë në qesim, sepse me këto lloj materialesh kosto dele ulët dhe fitimi deli madh? Ja, këto janë çështjet që shqetësojnë qytetarët. E vërtet është ajo e Akshit që është vjedhur, por e prek direkt pak qytetarin e përditshëm, fshatarin, atë që shkon punon edhe merr 20.000 lekë në ditë, edhe kur ti marrë edhe ato 20.000 lekë. Okej, zoti Spa, ju tani jeni në pension? Po. Që nga shtatori Do të jeni pensionist? I vitit, po. Pensionistët vën Spa? Vitit 2000. Se sa vjeç jeni ju, më fal që sa vjeç? 67. 67 vjeç mbush pensionin. Nga këto sa vite në politik? Sa vite deputet? 35. Gjithmonë në politik? Deputet 20. 20 vjet. Sa mandate? 5. 5 mandate. Se një ka qenë... Po njëri ishte për gjysëm. Brenda atij 5-it. Njëri ishte për gjysëm. 5 mandate. Tani, më fal që të pyes, sa ju ka dalë pensioni? Shkoni te sigurimet shoqërore dhe pyesni. Po pse s'na i thua? Po duket pak provokative. Dhe për këtë ka një legjislacion që përfshin të gjitha funksionet duke nisur nga ministrit, edhe përfundon tek presidenti i Republikës. Dhe nëse ka rezerva për këtë punë, dhe mund të ketë rezerva, nuk ka pse vala e reagimit të bjerë vetëm për mua. Po ju s'keni status veçantë, sigurisht ajo. Pensionet janë për gjithë njësoj. Jo, pensionet për kë? Të gjithë individët, ka një ligj për pensionet suplementare. Po? Që ka pension të zakonshëm dhe pensionet suplementare. Mira, i që manë detyrë të lartë shtetërore, patjetër që do ketë. Po, dhe jep edhe kontributet. Dhe kontributet, po, bravo. 5-6 herë më të larta se sa, po, patjetër. Kontributet që japin deputetët me qëse... Dhe ky me sa diun, ky është një ligj që e kanë gjitha shtetet. Po patjetër. Nuk është se është ligj shqiptar, nuk është ligj që zbulon. Po jo, unë nuk pyeta me që kjo çështje pensioneve është bërë. Dhe ky ligj është miratuar që në fillim të viteve 90. Mbaj mend unë që kur kam qenë. Jo, ka ndryshuar, është përmirësuar, por ligji për pensionet suplementare është miratuar që në periudhën kur unë kam qenë zëvendësministër ke turizmi. I bie që në vitin 92-93? 92-93. 92-93. Ky është ligji që në atë kohë. Okej. Zoti Spa, faleminderit, por për ta zhveshur i çik edhe nga ajo lufta politike, jo të majt, jo të djath, kush është fajtor që Kush është fajtor? Që në këto pozicione ka edhe pension suplementar. Jo, pension suplementar merr edhe PD dhe PS, s'ka, është për shkak të detyrës, jo për shkak të... Po zakonisht e kthejnë në populizëm. Po jo, s'është me vendim qeveria, është ligj. Është ligj. Shiko sa marrin deputetët. Po tani deputeti merr më shumë, edhe presidenti merr, edhe kryeministri merr. Jo, unë nuk do doja edhe ministrat marrin. Dhe do duhet të marrin, Unë nuk do doja që një deputet marrin pak. Sepse barazinë e kishim në kohën e Partisë Punës, ku të gjithë i kishte bërë barapart me të njëjtin nivel page. Po. Nuk ndodh kështu në një shoqëri demokratike. Po sigurisht. Në shoqërinë e tregut të lirë. Sipas kontributeve që do japësh, do të marrësh edhe shpërblimin. Dhe përdorimi për qëllime politike i këtij elementi është i turpshëm. Sepse shoh shpesh herë që shkruhet edhe në për media, në tjerë, për të nxitur zëmërimin tek klasa politike, tek deputetët, tek drejtuesit, po.
Pensioni suplementare është edhe për demokratët dhe për socialistët, s'ka dy pensione. Dhe nuk është me vendim qeverie, se unë thjesht... Jo, është me ligj, me ligj. Po pra është me ligj, nuk është me vendim qeverie. Okej, zoti Spau, falenderoj për intervistën, ju thatë shumë gjëra, por është pak të thuash që fjalët e tua në vesh Perëndis, sepse këto ndryshimet që ju kërkoni i duam të gjithë, dhe kjo nuk është në interes vetëm të Partisë Demokratike, po unë them që është në interes të Shqipërisë, dhe kjo vlen më shumë se çdo gjë partijake. Faleminderit. Faleminderit juve. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni im për sot, publicitet dhe nga unë Orlan Qafoku, mirupafshim. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit të reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefonin juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe menjëherë do dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja.